Di që ka bom pjesa që shokun e kam nga Afrika, Ghana, shumë shpejt po shpresojmë që ka ardhur dhe me na vizitu këtu në Kosovë. Unë gjithmonë mendoj që aty ku njeriu e gjen qetësinë shpirtërore, çka do që të bën të lumtur, atu edhe me përqafu edhe me mirëprit krahap. Uroj që shumica kemi me pas mundësi sa ma shumë me udhëtu, me u ngrit, me mësu edhe me pa botën jashtë këtyre 4 mureve të Kosovës. Jo, këtu kam qenë. Kam marrë një intervistë që kam jetu në Dubai. Kam shokun nga Ghana dhe ka bo një farbumi. Si takoj se të kanë kërkuar shumë djekësit, ke pëlqyer shumë mas. Am tregon momentin më të lumtur që ke përjetuar ndonjëherë në jetën tënde. Në jetën time? Momentin më të lumtur që ke përjetuar në jetën tënde. Eksperiencën që kam pas gjatë kohës atje, mirë po jam të shiu edhe kthimin këtu tash, jam bo gati 7 muaj. Koha mirë që po rregullohet. Kështu që çka më thonë, eksperiencën që kam pas atje gjithmonë do të mbetet një ndër më të bukurat. Ashara për në Dubai. Do të kishe kthyer ndonjëherë në Dubai? Ka qenë edhe do të mbetet një histori e bukur, megjithatë kënaqësinë shpirtërore që e ndjejmë këtu është diçka ashtu që edhe thonë guri peshon mas randi në vendin tënd, është shumë e vërtetë. Si stewardese, çka do të kujton këtë eksperiencë të bukur që ke kaluar në Dubai? Gjithçka ka qenë prallore, gjithçka ka qenë e bukur. Kam vizitu vende që muj me thonë deri atër kanë qenë një ëndër. Për mu, udhëtimet që i kam bënë për gjithë botën, ndonjëherë më duket sikur thjesht jam ende në ëndër. Nuk e kom besu që kom e qenë aq fatlume, me pas mundësinë me i përjetu gjithçka që kom përjetu. Po vendi të kalon më shumë ti bresa? Pjesa e Evropës gjithmonë frymon njëjtë kudo që shkon. Mirë po pjesën e Afrikës, pjesën e Azisë, kontinentin e Amerikës është diçka që jo gjithkush mundet me pas atë mundësi me vizitu edhe me përjetu ato bukuri. Kontinenti e Afrika është një vend interesant me shumë gjëra të papritura. Ka ndonjë moment interesant që ke kaluar? Po safari që i kemi bën në Kenya, ku kom pas mundësi live me i pa gjitha kopshtet. Safari është diçka që ka qenë, ose edhe lundrimin me peshkaqen që i kemi ba, si tours që i kanë organizu gjatë qëndrimit në për çdo vend që i kemi ba. Kështu që çka me thonë është pjesë e bukur, mbetet një histori e bukur, megjithatë e shoh ardhmen këtu tek vendi jonë. Cili moment nga jeta asnjëherë s'do ta kishe fshirë? Asnjëherë. Asnjëherë lindjen e djalit është diçka një ndër dhuratat më të bukura të jetës, e kam përmend edhe më herët. Di që ka bom pjesa që shokun e kam nga Afrika, Ghana, shumë shpejt po shpresojmë që ka ardhur dhe me na vizitu këtu në Kosovë dhe uroj që ka me qenë mirë pritur. Është përfolur shumë komente që pse kjo e ka një bashkët të huaj kështu. Ne shqiptarët që jemi këtu. Nuk më ka pengu, në moment që unë jam deklaru e kom prit mendimet ndryshme, megjithatë nuk më ka bo asnjë. Bile kurdo që kam marrë në Kosovë, patjetër që do t'ju kontaktoj, ndoshta mundem edhe me prezantu. Unë gjithmonë mendoj që aty ku njeriu e gjen qetësinë shpirtërore, pavarësisht nacionalitetit, racës, pavarësisht kombësisë, aty ku çka do që të bën të lumtur, atu edhe me përqafu edhe me mirëprit krahapur. Kur jam të kjo pjesë, Leo, them, sa i paragjyku? Në mos, jemi shqiptar, dim të paragjykojmë. Në mos kur të martohemi me tuaj, me... Në moment që familjen e kom pas edhe kom përkrahjen më të madhe nga familja, nga shoqëria, njerëzit që më rrethojnë edhe që më dojnë, pjesa tjetër mbetet jam e hapur për çdo paragjykim, për çdo papëlqim. Derisa unë jam e kënaqur, unë jam e lumtur, e kam një djalë të mrekullueshëm,
që I falenderojmë Zotit çdo ditë një mrekulli që ma ka dërguar këtë jetë. Pjesa tjetër gjithmonë mbetet edhe e pranoj nga masa, që çdo që ata e gjykojnë edhe e pranojnë. Kjo distanca me bashortin, sa po mundesh me menaxhu, sa po ki problem që nuk e ke afër këtu? Është e vështirë, megjithatë fatmirësisht tash kemi pa viza që mundemi me udhëtu në Dubai, kështu që tash kemi qenë një muaj e gjys veç se kemi ndajt, jemi këtu dy javë më herët. Ka qenë ndryshe me shku në Dubai si turiste, edhe ndryshe kur kam jetu. Tash si turiste kom shiju edhe kom vizitu ato pjesë që dikur mendojsha që do të kem kohë me I vizitu. Këtë herë kemi shiju Dubai-n tamam kështu si turist në gjitha ato aktivitete, gjitha atë energjinë, gjitha atë bukurinë që e ka vendi. Unë sigurisht si gazetar jam, pa kish mujt me jetu prej Dubait bashorti juaj këtu për gjithmonë Kosovë. Ato mbetet me pa. Është njere, do më thonë plani është marcu, me pa qysh po rjedh situata, mas andej normalisht me vendos qka qysh tek. Unë besoj që bota është e hapur për gjithçka, për këdo, edhe na përqafon kudo që jemi. Kështu që gjithmonë lidhna me atë thanjen që ne nuk jemi një pemë, me jetu vetëm në një vend. Kështu që kudo që ne ndjejmë lumturinë, e gjejmë paqen shpirtërore dhe dashurinë, aty edhe jemi të mirë pritur. Dëshira jam, normal është me rrit djalin, bashkë me familjen këtu në Kosovë, më pëlqen liria, më pëlqen siguria, më pëlqen gjithçka ngrohtësia e familjes dhe njerëzve, megjithatë mbetet shihet për gjithçka. Cila është ajo historia e vërtet, po shumica për ty që nuk e din? Që është e vërtet, po shumica nuk e kanë ditur deri tash. Ka do në moment diçka? Jo, diçka nuk po mundem, nuk po më kujtohet për momentin. Çka se kishe menduar jetën? Jetën I kam pa familje, normalisht, pa djalin, pa ushtrime fizike, edhe normalisht pa yoga. Tash sa I përfundova klasën e jogës. Kështu që I kam këtë rutinën ditore që e bëj edhe më ka ndihmu me gjetë paqen shpirtërore dhe atë energjinë pozitive në gjithçka që më rrethon. E gjen këtë energjinë pozitive që shumë dukesh edhe je shumë person që ke domethënë lidhshmëri. Investimin veten, mendimet pozitive, aktivitetet fizike dhe gjithçka me pa me një energji, me një sy të bukur, edhe pjesën që është e vështirë me gjetë diçka të mirë nga ajo dhe me marr atë mësimin që na sjell çdo vështirësi në jetë. Po duhen fund me përmbyll bisedën me një mesazh që shumica të ndjekësve ndoshta do t'i shërbej për jetë, për shumë çka që do t'ia kishte drejtuar. Fillimisht uroj që këtë herë nuk kam me u gjyku ashtu si herën e parë, megjithatë nuk më pengon, po kisha pas shumë qejf që çdo person me ndryshu me mentalitetin, tash na ka jap mundësia me udhëtu. Uroj që shumica kemi me pas mundësi sa më shumë me udhëtu, me u ngrit, me mësu edhe me pa botën jashtë këtyre 4 mureve të Kosovës. Edhe kisha pas qejf shumë çdo person me dhuru dashuri, me dhuru mirësi edhe me përqafu fatin e çdo personi në këtë botë. Krahasi e madhe ta kosh për herë të dytë me një person që na jep shumë energji. Më lejo përshëndetje nderuar. Faleminderit shumë radhën tjetër. Faleminderit shumë. Krahasi shumë. Premtem që do t'ju ftoj bashkë me familjen. Do të jemi aty kur ti bashori. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit, çdo të mirë.